Po, nëse e shikojmë në atë mënyrën, nëse po i përdorim më shumë se që duhet, atëherë po. Mundet dhe me pas probleme si ka ana sheqerit, si ka ana kafeinës. Sheqeri i procesuar gjithmonë ka me qenë një pikë problemi për metabolizmin ton, sepse krijon një stres metabolik, ku po shoqërohen me sëmundje tjera, si autoimune dhe po rrit nivelin sistemik të inflamacionit në trup. Por nivelet e kafeinës duhet të jenë më të moderuara, edhe që të jemi më koshient se sa kafe në ditë po i pim. A je pro apo kundër që ditën ta filloj me një espresso me një kafe turke? Jo, nuk jam pro, për shkak se nuk është mënyra më e mirë për mi tregu trupit që jemi zgjuar nga gjumi, por mënyra më e mirë është mi tregu trupit që jemi zgjuar nga gjumi është të filloj me një gotë ujë, ndoshta pas mëngjesit të konsumohet edhe kafja e parë.